Ka përfunduar restaurimi i godinës së ish Kino Studios dhe arkivit qendror të filmit. Në kuadër të programit EU for Culture, ndërtesa ish Kino Studios, një pikë referimi emblematike për kulturën shqiptare, ju nënshtrua punimeve konservuese që përfshin restaurimin e fasadës historike, riparimet e dëmtimeve nga tërmeti dhe përmirësime infrastrukturore. Për godinën e re u deshën një vit punime, ndërsa u investuan 376.000 euro. Pranë saj, arkivi qendror shtetëror i filmit përfitoi pajisje moderne për digitalizim dhe ruajtje të materialeve me një investim rreth 100.000 euro. Në ceremoninë përuruese morën pjesë dhe përfaqësues ndërkombëtar, mes tyre komisioneri i Bashkimit Evropian për drejtësinë ndërbreznore, rinin, kulturën dhe sportin, Glyn Mikafil. Ky është misioni im i parë si komisioner evropian në Ballkanin Perëndimor dhe jam veçanërisht i lumtur që Tirana, Shqipëria, është ndalesa ime e parë. Ky investim pasqyron angazhimin e fortë të Bashkimit Evropian për të ruajtur trashëgiminë kulturore të Shqipërisë dhe thekson solidaritetin ton. Promovimi, mbrojtja dhe ruajtja e trashëgimisë kulturore është një përparësi politike për mua dhe do të jetë një gur themeli i busullës së kulturës për Evropën. E ndërtuar në fillim të viteve 1950, ndërtesa e Kino Studios shërbeu si qendra e kompanisë shtetërore të prodhimit të filmave Shqipëri e Re. Sot ajo është shpallur monument kulture i kategorisë së dytë për vlerat e saj arkitektonike dhe kulturore, ndërsa arkivi i themeluar në vitin 1947 ruan mbi 4.330 vepra audiovizive përfshir filma, dokumentar, animacione dhe pamje të rralla historike që datojnë që nga vitet 1920.